Përgatiti makarona me mish të grirë, po është mish soja. Do me thënë nuk është mish tamam, është për njerëzit që janë vegetarian ose vegan, edhe përgatiti dhe Eva se i pëlqen shumë. Kjo lloj tani do t'u tregoj se si përgatitet. Në fillim në ujin që ka valuar, e heqim nga flaka edhe e hedhim brenda mishin. E lëmë 10 minuta. Tani edhe pastaj e kullojmë, duhet që t'i iki të gjithë lëngrat, të thahet mirë, se duhet pastaj që ta skuqim. Tani përgatitim të gjitha këto qepët, perimet, të gjitha këto që duam të hedhim brenda tek mishi. Në fillim skuqim qepën, pastaj ja hedhim këto që kurpudhat, këto piperjes nejse, specat edhe karotë. Pasi skuqim të gjitha bashkë, e hedhim mishin, i cili shikoni që nuk ka ujë fare. I skuqim pak edhe pastaj i hedhim një gotë me verë të kuqe edhe një gotë me ujë. I trazoj mire dhe do t'i hedhim salcë edhe konkase, edhe domate të freskët, çfarë të keni. Nga këto do t'i hedhim piper të kuq, piper të zi, një çik turmeric, kurkuma thjesht në greqisht, edhe një çik krip. Do ta lëm që të valojë dhe në fund do t'i hedhim majdanos. Është gati, nuk kuptohet shija nga mishi që është tamam me këtë mish soja, nuk kam diferencë pothuajse fare, do me thënë që e kam provuar, është tamam si mishi, edhe shikoni sa mirë që del. Ciao, ciao, të kaleni bukur!